Pse qikat I dashurojnë djemt tek që? Kjo është nga pyetjeve që kejt meshkuj dojnë me ditë, e bile edhe qikat. Kejt e kena pas ka një shoqe o ka një familjare që ka përfundu me një djalë shumë të keq, edhe pse na I kena thonë 300 herë mamëj se s'bën mamëri se ashtu të bu shumë dëm që ky njeri. E nëse je nal e ke bu një pyetje shumë të logjikshme pse ka ndodhur që kjo, përgjigjja shkon në fëmijërinë e hershme të saj. Kur na lindem, bota është një vend I panjoftun për neve. Na fillojna me e pa e me mësu gjithçka përmes syve të prindve tonë. Prindët tonë na mësojnë neve ç'është siguria, ç'është dashnia, ç'është kujdesi, e që besa disa herë edhe ç'është trauma, ç'është ankthi. Nëse një qik është rrit me një bab I cili nuk e ka trajtu mirë, nuk ja ka përmbush nevojat emocionale, nuk është kujdes mjaftueshëm për ta, ka qenë moskokçar, arrogant, narcisist, ajo ka me kriju idenë që dashuria mashkullore vjen vesh në qasi forme. Një forme dashurisë që ma shumë se sa shlirim të prodhon ankth, të prodhon stres, sepse kur nuk e din qysh ka me reagu tjetri ose në çfarë gjendje emocionale ka me kon. Çka bën kjo qik kur të rritet? Partnerin e vet e kërkon të njëjtë çashtu qysh e ka pas babën, sepse truni nuk e kërkon të rinj, nuk e kërkon të mirën, e kërkon familjaritetin, e kërkon që ata me cilën është mësuar për një periudhë të gatë kohore. Dashnia e vërtet nuk duhet më t'jap ankth. Dashnia e vërtet duhet më t'jap çlirim, nuk duhet më t'bon adrenalinë e stres, duhet më t'jap lumturi, duhet më t'bon një I kënaqur. Prandaj sot na jetojmë me një shoqni që kemi femna që vazhdimisht dunohen e rrehen prej burrave të tyne, sepse në fakt nuk e kanë gjetë një burr pse e kanë dasht, po e kanë gjetë një burr si ja u ka kujtu babën e vet e mënyrën qysh I ka trajtu ai. Qysh zgjidhet kjo? Shumë e thjeshtë. Tu e dash vetën tënde. Po për me mrrit deri te procesi I dashurisë ndaj vetes, duhet me kalu në disa etapa. E për këto, kemi me folë në videot të tjera.